Presidenti i Shtetit Bashkuara Donald Trump ka cilësuar kornizën e marrëveshjes për Groenlandën si një marrëveshje afatgjatë dhe me kohë zgjatje të pacaktuar, pa dhënë detaje konkrete mbi përmbajtjen e saj. Në një intervistë për CNBC, Trump tha se marrëveshja është paksa e ndërlikuar, duke shtuar se sqarimet do të jepen hap pas hapi. Në një tjetër moment të intervistës, ai theksoi se bëhet fjalë për një marrëveshje që do zgjasë përgjithmonë, duke u shprehur, është e përjetshme. Sipas Trump, marrëveshja është e tillë që të gjithë janë të kënaqur dhe përmbush kërkesat e tij lidhur mbi kontrollin dhe interesat strategjike të Shtetit Bashkuar në Groenland. Pak më vonë, presidenti amerikan sqaroi se korniza e arritur me NATO-n për uljen e tensioneve rreth Groenlandës përfshin të drejta të shfrytësimit të burimeve minerale për Shtetet e Bashkuara, si dhe pjesëmarrjen në sistemin e mbrojtjes Golden Dome. Ata do të jenë pjesë e Golden Dome dhe të drejta mbi mineralet edhe ne gjithashtu, deklaroi Trump për CNBC. Nga ana tjetër, NATO ka bërë të ditur se aleatët do të punojnë së bashku për garantimin e sigurisë në rajonin arktik. Një zëdhënës i aleancës deklaroi të mërkurën se diskutimet mes vendeve anëtare për kornizën e përmendur nga Trump do të fokusohen në sigurinë e Arktikut përmes veprimit kolektiv, veçanërisht nga 7 vendet anëtare që ndodhen në këtë rajon. Po ashtu, u theksua se negociatat mes Danimarkës, Groenlandës dhe Shtetet Bashkuara do të vijojnë me synimin për të garantuar që Rusia dhe Kina të mos sigurojnë kurrë një prani ekonomike apo ushtarake në Groenland. Pas javësh retorike të ashpër, e cila rrezikoi të shkaktojë përçarjen më të thellë në marrëdhëniet transatlantike të dekadave të fundit, Donald Trump utëroi që papritur të mërkurën nga kërcënimet për vendosjen e tarifave doganore si mjet presioni për marrjen e Groenlandës, duke deklaruar se tashmë po kristalizohet një marrëveshje për t'i dhënë fund përplasjes.